Një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emrin, Dhimit të Qenimi që shkrua një gazetar sot, ka nevojë për aparat DSA spinale, që sot e ka pajisje për 2 vjetësh nuk e vën funksion. Turp! Por keni pa njerëz ekologjikë, or keni qenë njëherë ju atje si vjen njerëz që rrin. Por keni pas të herë smurju, po si ka mundësi se s'vas ministrat e ju gjithë rakordoni fonde për të çuar shtetit. Pse nuk e bëni te kjo meksia jon? Po tur për ta dializë, po pse do t'i keni ushqar që konfirmon me zërin tat këtu ti, që 52 ushqar i keni as luçi për mbas shërbim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? As i lek s'marr. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemt, vajzat, lëm punën për t'i çuar në fierë, edhe diti më të keqe çfarë bëhet atje ver ka vetë 3 fermier. Turp te dializa, aty privatit. Haram lek të shqiptarëve. Se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujit për freskur ujit që dun aparaturat atje. Ti tërkon mu dializën. 52 lushlar. A paguajnë taksa këta janë njerëz ta. Pse më privatit vita bëjnë lushe, me që i pasi kaq bukrat mjetër. Lushe ta bëjnë për 52 veta. Me 2 fermier lushlar. Turp! Tregoni ju spitalet ne. Ne pra vdesin njerëzit, 90% telefonata unë i ka për spitale. Për spitale 90% telefonata. Tregoni lushin oksigjen e bëhet tani shkurti. Po të dole pra një nalë që tash nuk ka asnjë që fik zjarrin atje. E ti shkole nga mbrapa bëre, po shtur pra. Po si guxon del këtu i herë dhe thu, na tregoni visa televizion, si guxoni? Ku ti tregoni ilaçet, lekë për vetë njerëzit vet. Analiza konfirmoi për 20 ditësh. 20 ditë pa, jo, janë 3 ditë. Me mik. Kur vetë Sajmiri atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë ndonjëherë politik, po ta them. Ka pasi humje të madhe njerëzore brenda familjes.